Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Pas qëndrimit mbi 10 orë në Minjer, erdhi rryma dhe 18 minator dolën jashtë. Ekipet mjekësore u ofruan ndihmë dhe gjendja e tyre shëndetësore konsiderohet e mirë. Ata i vizitoi edhe ministra në detyrë ekonomisë Artane Rizvanolli. Ndjekim deklaratat e minatorëve, mjekëve, menaxherit dhe ministrës në detyrë për ekonomi. Kina pos dhe i tikon, na kanë hargju mirë, tu se në ndodhen, s'kem qa me bo që shto është jeta. Si ka qenë gjendja juaj? Mirë, dhe i tash mirë është, po jënë sene që ndodhen. A ju ndodhin shpesh kështu? Jo, nuk ndodhin shpesh, po tu sene janë për qëtu ndodhen, tu priqet nësë më nominal. Në cilin horizont këni qenë? 11. Sa ka qenë e vështirë? Jo, ajo është normal, 800 metra me i fell, është pak shtirë, po na qatu puni kryna, jena të vendosë për me punu dhe tjera që shto. Hajde me na falë. A mund të të dhamë ndjave? Zdi është në i reziku. Mas parë do të me konë njerëz, dikush do të me konë ato që jenë me rrymë, që na me rrymë punojna, me pumpa. Do të me konë dikush në si startojnë në qëtash, është rryma diçka na konë na mytë kretë. Jo kërkosh heq, veç hajte se të punë. Besa dëgjova elektricisti ka thënë që veç me nxjerr. Ai do të marrë poshtë elektricisti te pumpa ata që. Ai do të marrë ato me kur të lëshojnë na me konë dikush me neve ato. Mil shumë me startu. Që kjo është mundet me konë si të lëshojnë qëtash, mundet me kollë pumpa na myqat, që tash ta po dhojnë me hi. Po veç hajtën te polsha një pumpat, është në rregull. Nuk mundet me unë në rregull për pak që më orë dikosh me këqyra ato te pumpat, dikosh me konë me neve. Që na me punuj na orë, perin në 7 ora që të jam. Po me amër zotit na jojë, na me punuj na orë, si na për mos me punu. Po dikosh do të me konë dikosh me neve pak ato, me këqyr kur startojna, çka është puna. Mos është ndaj defekt si startojna, që ajo me rrymë, ajo për herë mundet me na kollë tonë. O, hajt shko, hajt përgjithsi shko, s'ja kush llogar, ja veç hajt të poshtë. Mirë është gjendja shëndetësore, domethënë është edhe pjesa e fundit e grupi fundit, po mirë kanë gjendjen shëndetësore, faleminderit. Edhe ju po pretni prej ministrës përgjigje për elektricistin në Minjer. A i keni pyet menaxhmentin? Sa janë të sigurt që ata s'futojnë me fillim? A i keni folë me njerëzit kompetent që janë për thonë? Menaxhmenti tha se elektricisti ka thënë veç me nxjerr. Keni menaxhmentin. Edhe pasit kryon kushtet normale, do të vazhdon rrimi i dytë, po jo pa u kriju kushtet normale. Kjo është. Okej, seminatorët më sa po më thanë se na kanë detyruar për me hidhje. Jo, s'ka detyrim, s'është shëndron ajo. S'ka detyrim për këtë çështje. Okej, faleminderit. Besim edhe për pak qaste në Mitrovic. Atje qëndroi kryeministri në detyrë Albin Kurti, jo për minatorët, por për një park industrial. Mbi 30 milion euro do të investohen në 14 parqe industriale në Kosovë gjatë 3 viteve të ardhshme. Kështu tha kryeministri në detyrë Kurti me rastin e vendosjes së burthemelit të parkut industrial në fshatin Frashër të Mitrovicës, projekt ky në vlerë prej afro 1 milion euro. Në këtë ceremoni u tha se synohet krijimi i kushteve më të favorshme për prodhim, investime dhe punësim me fokus në teknologji, inovacion dhe industri me vlerë të shtuar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se investimi në parkun industrial në Frashër të Mitrovicës është pjesë e mbështetjes për zhvillimin ekonomik të qytetit dhe krijimin e kushteve për prodhim dhe punësim. Në këtë mënyrë ne po e lajmë një pjesë të vogël të borxhit të madh që ja kemi Mitrovicës, e cila i dha aq shumë zhvillim e kulturë jo vetëm Kosovës, por edhe mbar kombit shqiptar. Dhe tash ne po ja kthejmë këtë me një investim këtu në Frashër në shumën e gjithë mbashme prej afër 1 milion euro për këtë park industrial në të cilin do të mund të vendosen bizneset e ndryshme. Ministria në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari Lila, tha se fokusi i qeverisë është rritja e prodhimit vendor dhe zhvillimi i industrive me vlerë të shtuar. Prodhime të cilat nuk konkurrojnë me vendet me masë, siç janë ato që bëjnë prodhime në numër të madh të punëtorëve, por ato që kanë vlerën e shtuar. Prandaj edhe parashihet që në këtë park të ketë kompani prodhuese, të cilat janë në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit dhe teknologji e inovacion ka në gjithë spektrin industrial, por gjithashtu edhe ato të shtojnë tashmë edhe komponenten e ekonomisë së pastër. Se komuna synon të krijojë kushte më të favorshme për investitorët dhe bizneset, tha i pari i Mitrovicës Faton Peci.
Zotimi im, si i pari Mitrovicës, ka qenë edhe është në baza ditore që të krijojmë kushte dhe rrethona më të favorshme të bërit biznes, duke filluar nga mundësitë infrastrukturore dhe hapësirat fizike ose ndarja e parceleve, që është njëra prej kërkesave të parë të secilit investitor ose afarist që dëshiron që ta rrisë kapacitetin ose që të vijnë në Kosovë për të investuar. Ceremonia e inaugurimit të punimeve dhe vendosjes së gurthemelit të parkut industrial u organizua nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Kryeministri në detyrë Kurti nuk ju përgjigj akuzave të ish presidentës Osmani, e cila mbrëm tha se ai ka qëndruar për orë të tëra në takime të mbyllura me presidentin serb Vučić dhe Miroslav Lajčakun. Akuzat të ngjashme kishin bërë më parë dhe përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje me Osmanin për takim me Richard Grenellin e Marko Gjurić. Analistët politike cilësojnë të gabuar qasjen e përfaqësuesve politik me akuza e kundër akuza, duke paralajmëruar intensifikim dhe ashpërsim të gjuhës në ditët vijuese. Me të afruar data e zgjedhjeve, liderët politik kanë ashpërsuar gjuhën ndaj njëri tjetrit me akuza e kundër akuza. Kandidatja e LDK-s për presidente, Vjosa Osmani, akuzoi bashkëpunëtorin e saj të dikurshëm, tani kundërshtar politik Albin Kurti, për takime të mbyllura me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe ish emisarin e BE-s Miroslav Lajčak. Pyetja nuk është çka kon folën me një takim që u kon publik me 10 njerëz. Pyetja është çka ka folaj veç me Vučićin e me Lajčakun me një dhomë. Kërkush sukon tjetër aty. Çka ka fola, dini ju? Asu se di. Kryeministri në detyrë Kurti ndërkaq nuk komentoi akuzat e fundit të Osmanit. Ai në një ngjarje ditore shmangi pyetjet e gazetarëve për këtë çështje, duke thënë shkurt se duhet të shkojë me shpejtësi në Ferizaj. Lëvizja vetëvendosje përmes një videoje të publikuar i është përgjigjur Osmanit dhe partive në ish opozit, duke transmetuar deklaratën e Glaukun Juvcës në një media të Kosovës. Deklarata e Osmanit për mos transparencën e takimeve të Kurtit me Vučićin e Lajčakun erdhi pas akuzave të njepasnjëshme të përfaqësuesve të vetëvendosjes për takim të fshet të saj me ish të dërguarin e SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell si dhe krye diplomatin serb Marko Gjurić. Takimi u zhvillua në shtator të vitit të kaluar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të OKB-s dhe i njëjti ishte organizuar nga sekretari amerikan i Thesarit, ku morën pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë situatë, analistët politik paralajmërojnë intensifikim dhe ashpërsim të akuzave të përfaqësuesve politik në ditët vijuese. Politologu Argjend Zejna i thotë se në vend të prezantimit të programeve të tyre, përfaqësuesit politik kanë zgjedhur akuzat e kundër akuzat. Sipas tij, gjuha e tillë vështirëson bashkëpunimin e partive pas procesit zgjedhor. Me që është koha shkurt fushatës elektorale, po tentojnë me hy fuqishëm në këtë polarizimin e skenës elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit dhe rrjedhimisht askush nuk po pande me ofru diçka për pjesës programore të partive politike, por tentojnë që duke akuzuar reciprokisht njëri tjetrin që t'i tregojnë popullit kush është më i keq se sa tjetri. Në këtë rast, Zonja Osmani, ish presidentja, është vonë, nëse ka vërteta në këto çka po i deklaron, është vonë për t'ia hapur syt popullit për shkak se ka qenë për rreth 6 vite në bashkëpunim si tandem, që e kemi quajtur, me zotrin Kurti dhe rrjedhimisht nëse ka bu gabime të tilla zotri Kurti, pjesë e këtyre gabimeve ka qenë edhe vetë zonja Osmani si ish presidente, si përfaqësuese politike së jashtë. Ndërsa ish diplomati Lutfi Bilali thotë se gjuha e tillë e ashpërsuar bart në vete si pasojë ashtu edhe përfitime për palët të përfshira në këto akuza. Do jetë në një situatë ku rivaliteti do jetë mes dy figurave të cilat ishin një binomi përbashkët, më thëmë, gjatë 5 viteve të fundit, por tash kemi këtë ndarje se ka dihet si ndodhi ajo ndarje, por mendoj që fjalorit i tillë do jetë ai që do përcaktoj, më thëmë, ramën apo ngritjen e një anës apo palës tjetër. Besoj që do kemi ndoshta pak a shumë një lloj ashpërsie. Mendoj që do jetë gabim goditje të tilla, sepse
mund të sjellë, mund të jetë avantazh apo disavantazh për njërin apo palën tjetër. Fushata për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit zyrtarisht fillon më 28 maj. Sipas lëvizjes vetëvendosje, sot në një kafeteri në qendër të Skënderajt është sulmuar brutalisht nga kryetari i komunës së Skënderajt Samil Ushtaku dhe turprojat e tij, zëvendës ministri i Ministrisë së Financave, kandidati për deputet dhe njëherësh kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Skënderaj, Hysni Mehani. Ky sulm fizik ndodhi në kohën kur zotri Mehani ishte duke pirë kafe me deputeten Aljeta Fejza dhe aktivistë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Fillimisht Hysni Mehani është goditur me grusht, ndërsa më pas edhe me gotë në kokë. Pas përpjekjes së sekretarit të qendrës Bari Zabeli për të parandaluar për shkallëzimin, është sulmuar dhunshëm nga shoqëruesit e Samil Ushtakut, edhe ai duke pësuar goditje të rënda. I me njëhershëm ishte reagimi i kryetarit të Skënderajt Samil Ushtaku. Ai në një postim në Facebook shkurt ka thënë se pushtetja e Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi që sot të mos sulmojë në Skënderaj. E kam një jetë në shërbim të vendit, kurse etiketat si Sami Serbia, shtetarët nuk i tolerojnë. Më prandaj edhe reaguan, shkroi Ushtaku. Kongresisti Amerikan Keith Self u ka bërë thirrje 4 shteteve anëtare të NATO-s që nuk e njohin Kosovën ta bëjnë këtë. Self në seancën e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve ka bërë thirrje që të rritet presioni diplomatik ndaj Spanjës, Greqisë, Rumanisë e Slovakisë që ende se ka njohur Kosovën. Ai ka thënë se Kosova është një nga partnerët evropian më të afërt dhe më besnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kongresisti Amerikan Keith Self në seancën e Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve tha se Kosova është një nga partnerët evropian më të afërt dhe më besnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se antarësimi i saj në NATO është në të mirë të stabilitetit të Ballkanit. Përderisa Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia refuzojnë ta njohin aleatin tonë në Ballkan, atëherë s'do të ketë rrugë drejt aspiratës së Kosovës për antarësim në NATO. Këto partnerët të NATO-s i bashkohen Kinës, Rusisë dhe Serbisë në refuzimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kosova ka dëshmuar një përkushtim të qartë ndaj stabilitetit rajonal dhe harmonizimit strategjik me NATO-n. Shtimi i saj në aleancë do të shërbente si kundërpeshje domosdoshme për të penguar kundërshtarët tanë dhe për të parandaluar një katastrofë tjetër globale në Ballkan, siç ka ndodhur në të kaluarën. Aktivisti shqiptar në SBA, Heri Bajraktari, ka treguar se në seancën e Kongresit u mbështet edhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e kongresistit të ndjer Eliot Engel, i cili me dekada ishte zë i fuqishëm në mbështetje të shtetëndërtimit të Kosovës. Kosova ka një mundësi historike me Amerikën në krah. Antarësimi në NATO mund të arrihet dhe brenda pak muajsh ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë mund të mbajë emrin e kongresmenit Eliot Engel. Udhëheqësit në Kosovë duhet ta shfrytëzojnë këtë moment historik për ta çuar vendin përpara. Kongresistët amerikan Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler kanë prezantuar një rezolut në Dhomën e Përfaqësuesve për të shprehur mbështetje të fortë për integrimin e Kosovës në NATO. Komisionerja e BE-s për zgjerim Marta Kos do të qëndrojë në Kosovë për 2 ditë. Komisionerja slovene vjen në Prishtinë sot në mbrëmje. Bëhet i ditur se gjatë ditës së premte në vendin ton Kos do zhvillojë 3 takime, 2 nga to janë me përfaqësuesit në detyrë të institucioneve. Vizita e së premtes në Kosovë do të jetë e para për komisionerën për zgjerim në BE, që kur ajo mori detyrën në vitin 2024. Kos kishte planifikuar një vizitë në Kosovë më 12 mars, por ajo u anulua për shkak të zhvillimeve politike të atyre ditëve. Ato kohë presidentja Vjosa Osmani pati nxjerrë një dekret për shpërndarje të kuvendit. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu në 27 vjetorin e masakrës së Qyshkut ka kujtuar martirët e Qyshkut, Zahaqit dhe Pavlanit, 82 civil shqiptar të vrarë më 14 maj 1999 nga forcat serbe. Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu thotë se në këto fshatra u goditën njerëz të parmatosur, banore e mysafir që lufta i kishte gjetur aty. Ndër të tjera, Haxhiu tha se drejtësia për këto masakra është detyrim ndaj familjeve, ndaj të mbjetuarve dhe ndaj Republikës sonë.
Ushtruesi i detyrës kryetarit të gjykatës administrative, Recep Gashi, u shpreh se funksionalizimi i kësaj gjykate javën e fundit përfaqëson hap të madh drejt sundimit të ligjit, rritjes së sigurisë juridike dhe avancimit të mbrojtjes gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se themelimi i gjykatës është një prej zhvillimeve më të mëdha gjatë këtij viti për sa i përket arkitekturës gjyqësore në vend. Avokatja Vjosa Shkodra u shpreh se bizneset i kanë syt nga gjykata administrative për shkak të kërkesave të tyre. Ushtruesi i detyrës kryetarit të gjykatës administrative, Recep Gashi, u shpreh se funksionalizimi i kësaj gjykate javën e fundit përfaqëson hap të madh drejt sundimit të ligjit, rritjes së sigurisë juridike dhe avancimit të mbrojtjes gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Roli primar i vetë gjykatës administrative është kontrolli i veprimtarisë administratës publike. Dhe ky kontroll realizohet përmes mbrojtjes gjyqësore që gjykata do t'i ofrojë të gjithë palëve në procedurë që i drejtohen gjykatës. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se themelimi i gjykatës administrative gjatë javës kaluar është një prej zhvillimeve më të mëdha gjatë këtij viti për sa i përket arkitekturës gjyqësore në vend. Çështjet juridike edhe siguria juridike për investitorët nuk është një koncept abstrakt. Megjithatë është një çështje e cilën ata e prekin ose e përjetojnë në baza të rregullta, edhe rrjedhimisht rritja e efikasitetit, ashtu siç është synuar edhe me themelimin e gjykatës 3, besoj që bie si një prej përgjegjësive më të rënda edhe mbi gjykatën administrative si trup, po natyrisht edhe mbi drejtuesit e saj. Avokatja Vjosa Shkodra u shpreh se bizneset i kanë syt nga gjykata administrative për shkak të kërkesave të tyre që nuk duan të ketë burokraci, por duan parashikueshmëri dhe një adresë se ku mund të trajtohet një kontest i tillë. Pritshmëritë janë që dhe zbatimit jetë efektiv. Do të thonë sepse bizneset shumë dekurajohen kur e kanë këtë pasigurinë juridike, veç janë të dekurajuar. Fati tjetër është që kam shumë frikë që na përcjell kjo vjetërsia e lëndëve që janë transferuar në gjykatën komerciale. E rrjedhimisht i njëjti fat me sa po shoh, inshallah nuk është ashtu, do ta përcjellë gjykatën administrative, kështu që zbatimi është tejet me rëndësi për gjykatën administrative. Deri në themelimin e gjykatës administrative, konfliktet administrative janë trajtuar në gjykata të tjera, ku deri në vitin 2013 ato janë trajtuar nga Gjykata Supreme, ndërsa pas reformave në vitin 2013, një pjesë e konflikteve administrative kanë kaluar në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 2 ish-zyrtarët e pallatit të rinisë Astrid Zogjanin me 3 vjet e 6 muaj burgim me 5.000 euro gjob dhe Foton Rustemin me 1 vit burgim me 1.000 euro gjob. Të pandehurit akuzoheshin për veprat penale, përvetësim në detyrë, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe ndihma në kryerjen e veprës penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Për më shumë informacione mund të klikoni në portalin tonë RTV21.tv dhe të vizitoni profilet e Radio Televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.